Strukturat e Komisariatit të Policisë së Shkodrës në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarive të kundërligjshme kryen veprime konkrete procedurale, duke arrestuar një 60 vjeçar me inicialet LSH i shpallur më parë në kërkim nga Gjykata e Shkodrës, që e kishte dënuar me burg për veprën penale, vepra të turpshme. Ndërkohë u shpall në kërkim një 28 vjeçar me inicialet HP, i cili dyshohet se për motive të dobta ka goditur me automjet një biçikletë që drejtoi nga një 64 vjeçar. Ky i fundit ka pësuar dëmtime dhe është dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ndërsa uniformat blu vijojnë kërkimet për kapjen e autorit të dyshuar. Në gjendje të lirë u proceduan BB 50 vjeç, JS 21 vjeç dhe POJS 42 vjeç bab dhe bir. Këta shtetas për motive të dobta janë konfliktuar dhe kanë dëmtuar automjetin e njëri tjetrit. Një 34 vjeçar nga fshati Bleran u procedua pasi dyshohet se ka vjedhur një biçikletë e cila është sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa një 34 vjeçar u procedua pasi ka kryer në bashkëpunim me shërbimet e OSHE një lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Materialet për këtë rast i kalohen prokurorisë për veprimet mëtejshme.